أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يا أرحم الراحمين أما بعد Hamdë dhe lavdrimi të konë Allahut Azza wa Jall, salavat e selamet, bekimet e Allahut, qofshin të dashët i Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjes së tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, lutem Allahun Azza wa Jall që këtë ditë bekumet e xumas, Allahu Azza wa Jall çdo hap që kemi marrë në xhami, Allahu direkt në ahiret në ngrit, gjunat e kësaj bote në largoft ya Rabbel Alamin. Çdo mëse tema të cilën sot do të mundohemi që o prezentojmë para jush dhe të zbërthejmë bashkërisht është tema kërkimi i diturisë, edukata para kërkimit të diturisë apo edukata e atyre që kërkojnë diturinë, të cilën e posedon besimtari derisa të jetë në këtë botë dhe në botën tjetër. Sidomos se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka mësuar shumë mirë, por edhe Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar që kërkimi i diturisë është obligim. Obligim para namazit, kërkimi i dijes është para zakatit, kërkimi i dijes është edhe para se kryesh hax. Njëri duhet të qenë i ditur për të kryer hax, i ditur për të dhënë zakat, i ditur për të falë namaz, i ditur për të qenë musliman. Pra, në momentin që thotë shahadetin la ilaha illallah, kërkimi i diturisë është obligim. Dhe këtë detyrëshmëri dhe këtë obligim Allahu kërkon prej të gjithëve neve. Pra sepse Allahu thotë dhe pejgamberi alayhis salam kërkimi i dijes është farz për të gjithë djemt dhe vajzat. Është farz edhe për të gjithë burrat dhe gratë. Është farz derisa është momenti i vdekjes. Saqë kanë pyetur Ibn Mubarakun nëse është momenti i vdekjes dhe ka ardhur minuta e vdekjes me ta marrë shpirtin, çfarë punë kishe për të bërë? Ai thotë, do të kishe kërkuar dituri. Edhe në momentin e vdekjes do të kishe kërkuar dituri, sepse Zoti të paditurin as në varr nuk e don. Zoti të paditurin as në botën tjetër nuk e don. Nuk e don kuptimin e saj sepse nuk ka kaluar trurin e tij. Për shkak se thot një thënie e popullit, sikur njerëzit tishin vrapuar në këtë botë, si u shka vrapojnë mas vdeshjeve të bukura, mas pasurive të mëdha, mas standardeve të larta, në tokë nuk të kishte pas as njeri i cili nuk do të ishte i bukur, por sikur të kishin vrapuar sa vrapojnë për këtë dunja, për pasuri, për bolloke e për të mira, kishin vrapuar për dituri, në tokë nuk do të kishte pas ignoranta. Në tokë nuk do të kishte pas gjakderdhje, në tokë nuk do të kishte pas shkatrime. Por duke menduar njerëzit sepse dikush diturinë e nënvlerëson, dikush e don por nuk e praktikon, dikush e don dhe e punon, dhe dikush e don dhe vepron dhe e kryen obligueshmërinë, për tyre pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë: "Kun aliman", bëu ja i ditur, komplet i ditur, sush që kërkon njohja e Zotit, au mutaalliman, au bëu nxënës. Do thotë kërkoje dijen. Nëse se i kompletuam, atëherë kërkoje dijen. Kur njeriu është i kompletuar, kur është i ditur, atëherë kur e kupton se nuk është ignorant. Ignoranca është skajshmëria e dijes. Do të thonë ignoranca është një skajshmëri e një tehu i cili e quajnë veten se është i ditur, por është ignorant. Pse e mohon të vërtet? Kur ka dikush interes, ekstremizmi si është? Kur dy palët i ngrenë interesat e tyre dhe quhen qëndrime ekstreme. Dhe kjo është ignorancë. Derisa çdo njeri nuk mundohet që të lidhë urë të bashkëpunimit me tjetrin, ta marrë mendimin e tjetrit, në automatizëm ndërmjet njerëzve bëhet ekstremizmi. Ekstremizmi çka është? Qëndrimi jem është më i mirë se qëndrimi jot. Edhe çka e merr dhe shtrembon thotë, e jemi është më i mirë, ara ime është më e mirë, shtëpia ime është më e mirë, toka ime është më e mirë, e jo që nuk bën. Kjo është ekstrem. Për çfarë? Elhamdulillah, njëri duhet me falëndëru qoftë për të mirë, qoftë edhe të keqe. Kur ndodh diçka duhet të thonë elhamdulillah, atë që e kam e kam prej Zotit. Nëse e thu se e kam prej Zotit, me automatizëm do të kesh bereqet jetën tënde. Edhe nëse e thu se jam i ditur mendimin e Zotit,
do e mos do të duhesh ta dish se do të kesh bereqet në diturinë tënde. Por atë pejgamberi alayhis salam ka thonë Allahumma rzuqni ilman nafi'an, o Zot njep dije të dobishme. Pra nuk është me rëndësi njeriu vetëm që ti ditur, por që i ditur ama i dobishëm. Wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wal 'amalu bihi, o Zot më jep dije të dobishme dhe me rrezik të gjatë, sepse një i ditur nëse mirët me punë, një njeri nëse mirët me punë të mëdha, të vogla të kalojnë shumë lehtë. I keni vërejt për shembull njerëzit çka janë shkencëtar, çka janë politikolog, çka mirën me tregti, çka mirën me punë të mëdha, a nuk kanë problem me bu prenot shtëpinë, a nuk kanë problem me bu pagesat, a nuk kanë problem me rregullu sistemin e shtëpisë, me paguajt harxhimet e vogla. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, një njeri i cili mirret me punë të mëdha, të vogla të vinë vetë dhe kalojnë vetë. Ki pa njerëz të mëdhej, njerëz të ditur, njerëz të shkolluar, njerëz intelektual, ata nuk lodhen me këto punë të vogla. Pse? Kur ti je njeri i madh, punët e vogla ti kryen njerëz të vegjël. Për atë ne themi, pse be kryje punën filani, sepse ai nuk e meritonte ta këtë punë, po ja u kry, ja kreu filanit. Do të thonë me ndërmjetësim. Pse? Sepse Allahu Azza wa Jall ja zbut zemrën njeriu i cili i shërben dietarit. Për atë pejgamberi alayhis salam neve ne ka mësuar shumë se vlera e dijes ka peshë të madhe. Fjala e parë që ka ardhur në Kur'an është Iqra, lezo, studioni emrin e Allahut Azza wa Jall. Allama al-insana ma lam ya'lam. Është Allahu i cili ta mësoi ti kur nuk i di kurrë. Allahu është ai i cili mësoi ti e pa ditë asgjë. Pastaj Ikra wa rabbuka al-akram, lexon emër të cilit Zoti ka dhënë çdo sen. Ibn Mubareku ka thënë, ai që i nënvlerëson dietarët e ka humbur ahiret. Ai që nuk i nderon dietarët e ka humbur ahiret. Pastaj ka thënë, ai i cili i nënvlerëson, i neglizhon udhëheqësat e shtetit, njerëzit që kanë në qeveri e ka humbur dynjan. Ndërsa ai që i nënvlerëson vllaznit e ka humbur autoritet. Çka ai nuk i vlerëson shoqërinë, ambientin, ai nuk ka të kush të mbështetet më. Pastaj ka thonë, dituria është dritë, është njohje të vërtetës. Dituria e gjallëron dhe i jep gjallëri shpirtit njeriut. Sepse shpirti, trupi njeriut ushqehet dhe mbrohet me ushqim. Shpirti me çka mbrohet? Shpirti mbrohet me dije. Një njeri i ditur, një njeri i shkolluar e ka shpirtin e qetë. Ai nuk vrapon shumë, edhe pse i ka të gjithë. Ma shumë është të vraposh ta qetësosh shpirtin tonë se ta qetësosh trupin tonë. Sepse edhe mjekësia, edhe shkenca nuk ka mundësi të ndikon në njeriu i cili është i stresuar. Sepse te mjeku nëse je i depresionuar, krejt diagnostikimi jot bëhet ndryshe. Sepse për me të marrë zemrën tënde e kagen tënde, apo me të fut në aparati për të qetësu, me të shiku se çfarë problemi ke pas kardiologjik, atëherë thot qetësohu, ta shikojmë qetë zemrën tënde. Jo kur je i stresuar, sepse kur je i stresuar me aparatin nuk ka. Pra njeriu më shumë ka nevojë të ketë qetësi shpirtit sesa të ketë qetësi të trupit. Pastaj ka thonë, dija është ajo cila e lumturon njeriu, ja gjallëron gjoksin dhe zhvillon trurin. Njeri i ditur është ai i cili ka trurin e zhvilluar. Ka gjoksin e gjon, krahërorët e gjoni ka. Është mal, është tokë, është gjithçka, është hapësirë. Në të gjithë shprazën ai nuk mbushet. Sepse ai ka lënë punë tek Allahu Azza wa Jall. Për atë pejgamberi alayhis salam ka thonë, kërkimi i dijes, edhe në luftën e Bedrit, kërkimi i dijes është shumë më i dobishëm se kërkimi i pasurisë. Sepse në çlirimin apo në betejën e parë të Bedrit, i zonën muslimanët 70 mushrik të Mekës dhe i thanë, ne po dëshirojmë lumturinë tonë, të na lirosh, ka thonë po.
ju kundrejt një pune që doni keni të lirë, në islam nëse pranon islamin, lirohesh, por do burgosesh për një kohë derisa të edukohesh. Por është edhe një punë. Nëse i burgosuri, i burgosur është i ditur, ai shfryzohet. Sepse në fillimin e islamit në Mekë edhe në Medinë diturien kush e pranon të islamin. Sikur në këtë kohë edhe në kohën e komunizmit, kush ka shkuar në xhami? Plesh kanë shkuar. Dhe se kanë quajtur xhamia, e kanë quajtur hajde se është larje e trurit të njerëzve. Ati shkojnë pleqt, ati janë gati për vdek, por kur kanë filluar në për xhamia më fut njerëz djemë të ri, të shkollu më fut në enda, kur kanë filluar njerëzit të kualifikuar të futen në enda, kur kanë pas edhe polici me armë hinë xhami por e le armën anës dhe falet, apo ushtari hinë mrenda dhe falet, apo mjeku hinë mrenda falet, apo psikologu hinë mrenda falet, apo intelektuali, apo drejtori i shkollës hinë mrenda falet, dhe kur e shef imamin i cili ligjeron dhe flet dhe ai e ndëgjon dhe ka respekt në ndërgjegjshmërinë e imamit, me automatizëm bota ka kuptuar se nuk është islami tradicional, s'ka mbet për ka ardhur një islam i përkryer që kërkon Allahu Azza wa Jalla. Sepse shkollat tonë vëllezër në Maqedoni, në Ballkan, janë shkolluar edhe shkollohen për më konë vetëm bartësit e ideologjive të tyre. Dhe një njeri i cili shkollohet vendingje, sidomos në shtetet ex apo kapitaliste, komuniste, më falni, sistemi i tyre ka qenë vetëm se për shtatshmëri. Do thotë, nuk ka vendi i jon, ai vend i cili tash ka ndryshuar koha, por në kaluamën ka qenë që ai vetëm të jetë servil i shtetit. Mos ta kundërshton shtetin, mos mendon dhe mos ta kundërshton shkencën, por ai çka i jepet për të studiuar, të studiohet, dhe ai çka në kaluamën e ka kryer marksizmin, tash ka dalë. Mi thonë, qëfar shkollë e ki, se shkolla marksiste ka mbaruar mba. E qëfar i thejme ative, qëfar shkollë e ki, a i nuk thot se kam shkollën marksiste, po thot, unë e kam shkollën psikologjisë, unë e kam logjikën, unë e kam pedagogjikën. Pse? Sepse mundohet me terminologji të re, me mbështet edhe me rujt atë të cilën e ka pas të ngatruar edhe pse e din vetë se ka qenë ngatruar. Por një duhet me ditë, Islami për ne është shkollë, ndërsa bota ku jemi ne, shtetet ku jemi ne, janë klasët e shkollës. Ndërsa ne, populli, jemi studentët apo nxënësit e shkollës. Ndërsa Kurani vëllezër është plan programi i jetës. Ndërsa namazi është çka ke mësuar, është praktika. Një njeri i cili e ka falë namazin dhe e falë namazin, le ta dije se është në plan programin e Koranit. Nuk del komunist e njeri. As nuk del leninist, as ateist, por del musliman. Sepse e ka plan programin e namazit, apo e Koranit. Dhe ai i cili e ka plan programin e praktikon namazin, e ka plan programin e Koranit, ai është edhe student i islamit. Dhe ai i cili është student i islamit, e din se bota jonë është xhami dhe vendin e ka në klasët të cilat janë xhami. Ndërsa, kur e din se çfarë shkolle ka kry, nuk e unë shkokën asnjëherë, se shkolla ime thotë quhet Islami. Kur njeriu është me këtë bindje, beson dhe vepron, le ta di se Allahu Azza wa Jall atij ka dhënë shumë të mira në këtë botë dhe botën tjetër. Por Allahu në Kur'an, kul ja Muhammed, thuaj, çdo kur drejtohet kul në Kur'an, thuaj, i thot Allahu Azza wa Jall pejgamberit, thuaj popullit, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? A janë të njëjtë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Nuk janë të njëjtë. Ka thonë në një sure tjetër, a është i njëjtë uji i ëmbël dhe i njëmëti? Nuk janë të njëjtë. A është i njëjtë njeriu i bardhë dhe i zi? Nuk janë njëjtë. Ato janë njëjtë në karakter, njëjtë me qenë, njëjtë me zemër butësi, por nuk janë me ngjyrë të njëjtë. Pra ngjyra ndryshon. Në Allahu Azza wa Jalla ka bërë ujin të pandryshueshëm. Nuk ka ngjyrë, nuk ka erë. Është universale. Ai uji është Allahu Azza wa Jalla. Edhe Islamin e ka bërë universal për të gjithë.
Për atë Allahu Azza wa Jalla ka thonë yerfa'u Allahu alladhina amanu minkum. E tash Allahu thot i ka ngritur për juve të cilët besoni minkum wa utul ilma darajat. Edhe atyre që i kam dhënë dije shkallë. Pra fillon edhe vlerëson Allahu Azza wa Jall se njeriu i cili ka besuar në Allahun Azza wa Jall ka vlerë të madhe te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe te Allahu, por ata të cilët i është dhënë dije darajat, shkolla të larta. Po i përmendi disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasallam si shpejt për të vlerësuar se cilët janë dobit e dijes dhe të dietarit. Ka thonë awwalu ma tadkhuluna al-janna, të parë që ka do të futen në xhenet janë el-anbiya, janë profetët e Allahut Azza wa Jall. Pastaj el-ulama, janë dietarët, thumma e-shuhada, janë shahidët. Nëse ka mirët për të analizuar burimin i dijes dhe i xhenetit, është prej Allahut në praktikimin e sunetit pejgamberit alayhi salatu wasallam, në mësimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe shka në produktivitetin dhe zbulimin e asaj që ka ardhur nga pejgamberi dhe ndriçueshmërinë dhe sqarimin tek populli dietarëve. Pra një dietar nuk mundet me hyrë në xhenet para pejgamberit. Pas shahidi nuk ka mundësi më fut në xhenet para dietarëve. Pse? Ditën e Kiametit Allahu Azza wa Jall do ta pyesë shahidin si erdh puna të futesh në xhenet. Si ishte e punë e cila ti dhave 5 litër gjatë dhe dhave shahid. Ka thonë më mësoj filan hoxha, më mësoj filan dietari, lexoa filan librin, u binda sepse ai thoshte se Allahu dhe pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se ai i cili der gjaku për ta ngritur fjalën e Zotit është shahid. Pastaj thot dietari thot për nga u bë aq i ditur. Për nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë i pari që ka do të qeli xhenetin ka me qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duke ditë se pejgamberi alayhi salatu wassalam nga virtytet e tija, karakteristikat e tija, ai nuk ka kryer shkollë në asnjë universitet botror. Ai ka qenë pejgamberi i Zotit. Njeri sikur ne, por i dërguar i Zotit. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë sikur ne, dy sy, dy vesh, dy këmbë, dy duar. Ka pos kokë, ka pos flokë, ka pos edhe vetulla, ka pos çdo gjë që kemi ne. Por ka qenë i dalluar sepse ai ka pos misionin e tij, ngriqet dhe shpjegimin e Kuranit tek populli në formën që i ka ardhur nga Xhibril alayhis salam. E pejgamberi alayhis salam ka thënë ditën e Kiametit kanë më thirr njerëzit shumë, kanë më mbështet shumë ditën e Kiametit ku të shpëtoj prej kujt. Pra, ka me shku të Adem a.s. Ka më thënë, ja Adem, ndërmjetësona neve të futemi në xhennet, sepse ti ke qenë pejgamber dhe baba i parë njerëzimit. Ai ka më thënë, nefsi, unë nuk e kam garantu me vetën time, e që garantoj ju. Pas e ka me shku të Musa, të Ibrahimi, të Isa, të gjithë, dhe isa të veni Muhamedi a.s. dhe ka më thënë, më është dhënë e drejta mu të jem ndërmjetësues dhe i pari që do ta qeli xhenetin. Pastaj do të futen mbas atij të gjithë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Por as për ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam do të futen një grup i madh dhe çdo njeri prej tyre do të futet në xhenet me ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam: Inna Allah yuhibbu al-ulama al-umara idha khalatul al-ulama. Allahu i don udhësat e botës. Zoti i don udhësat e shtetit. Zoti i don të prisit e familjeve. Le. Zoti i don udhësat e shtetit, i don të partë e familjeve familjar, derisa ata shoqërohen me ulema. Derisa ata nuk shoqërohen me ulema, le ta dinë se Zoti nuk i don ata. Dhe një njeri i cili dëshiron të jetë i ditur pa u kon hoxh, pa u kon para hoxhës, le ta di se ka thonë Imam Shafiu. Çdo njeri i cili e ka mësues librin e vet, sepse në këtë kohë kemi këto tipa të tillë shumë. Dëshirojnë të bëhen hoxhallar me libra, dëshirojnë të bëhen hoxhallar me Facebooka, dëshirojnë të bëhen me YouTubea. Ka thonë Imam Shafiu, çdo njeri i cili e ka librin hoxh, le ta di se 99% është gabimtar.
ai mund të me marrë dijen veç për vetë. Me bë veç për vetë. Nuk e ka të drejtë të me shpërnda. Sepse ajo është nurullahi la yu'ti lil asi. Është drita e Zotit, nuk ka mos i shpërndohet nëse ti nuk e ki kryen dhe nuk je apo je mëkatar në kuptimin e sën se ti nuk e ke kërkuar dijen. Ti nuk je kompetent. Dhe kjo predispozit e joqe nuk është obligative. Ti merre dijen tënde dhe ka thonë Allahu i don udhëheqësat derisa ata rrin afër dietarëve. Pastaj ka thonë bejne al-alim wal-abid, ndërmjet dietarit dhe namastarit, ka thonë ka dallim dietar dhe namastari, njeriu i ditur dhe ai shka është vetëm namastar, ka thonë 70 daraja. Ka 70 shkallë. 70 arsye ka drejt ai dhe asnjë arsye nuk e ti. Pse? Sepse e ka emanet dhe ka obligim. Pastaj ka thonë inna Allah yuhibbul al-umara idha khalatul al-ulama. Allahu i don udhëheqësat derisa ata e shoqërohen me të ditur, ka thonë ittabi'ul ulama. Vazhdoni të qëndroni me dietar, fa innahum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Sepse ata janë drita dunjas dhe tesbihu ahiretit. Ata janë drita dunjas. Ulemat të nderuar vëllezër, ulemat e dinit, ulemat e islamit janë ata që janë drita dunjas. Por njerëzit që mendojnë që janë të pasur, ta kenë dunjan pa ahiretin, ata nuk e kanë ulema dietarin, por e kanë ulema shejtanin. Sepse ata të si të fitojnë vetëm dunjan, nuk e fitojnë ahiretin. E dine se pejgamberi alayhis salam ka thënë, një njeri i cili nuk hem muhu qëndrimi dhe qëllimi i jetës nuk është ahireti, por është vetëm dunjaja, Allahu do t'ia japë dunjan atij. Por ahiret do të jetë i nxirr. Ndërsa ai i cili e ka ahiretin qëllimin, do t'i vije dal nga dal, po zgjidhje do të ketë. E ka thënë pejgamberi alayhis salam, fadlul alim ala nas ka fadl Abu Bakr ala ummati. Ka thonë se don me ditë një njeri i cili fal namaz, apo njeri i cili është i ditur dhe një i paditur, është dallimi sikur Abu Bekri me ummetin. Pejgamberi alayhis salam ka thënë për Abu Bekrin, nëse imani i Abu Bekrit kishte munduar kanar në një anë dhe imani i jon krejtve deri në ditën e Kiametit në kanarin tjetër, në peshore lëvuzin e iman e Abu Bekr. Kishte me peshu imani i Abu Bekrit. Pse a mendon se ai ka kryer shkollë? Ai edhe pse ka qenë më i pasuri, edhe gjysmën e pasurisë. Edhe pse ishte i pasur, edhe tër pasurinë. Edhe pse ishte i pasur, ai ndeti me pejgamberin alayhis salam. Edhe pse ishte i duke ndet, ai ndëgjoi pejgamberin alayhis salam. Ai dhe shumë sendet atij erdhën derisa e bëri dhe hijretin me pejgamberin alayhis salam. Saqë edhe në shpellën ngari thot, kur e kafshoi akrepi pikuan lotët e Abu Bekrit dhe nuk e lat që ta kafshon akrepi pejgamberin e Islam dhe i tha loti i Abu Bekrit rën trupin e pejgamberit, tha ja Abu Bekr, çfarë ndodhi tha me ty? Tha ja Rasulullah asgjë, po tregom çfarë ndodhi. Tha ndova këmbën, gishtin e këmbës në vrimën mos të kafshon akrepi sepse e parë se don me të kafshu. Thot por trupi jem nuk ka peshë sa ka peshë trupi jot ja Rasulullah. Dhe ma me të më kafshon trupi, të prishë trupi jem se të kafshon trupi jot. Dhe pejgamberi alayhis salam në lotët e tij bëri dua dhe bëri dua për Abu Bekrin dhe me dorën e tij sherife e heki helmin e akrepit dhe ja shpëtoi këmbën sepse nuk i infektu mendimin e Allahut azza wa jalla. Para pejgamberi ka thonë Abu Bekri, njerëz të ditur vëllezër kanë peshë të madhe, edhe pse populli i din, edhe mund të mos i din. Vesh prezenca e të diturit në një ambient dije se populli është i gjallë. Në katundet tona, kur vdes hoxha, ka vdek populli, po, ka vdek katundi. Për me kuptuan, në shumë katunde ku ka vdek hoxhallarët, ka vdek edhe nderi dhe respekti. Edhe pse le themi nga dija apo mos dija, nga modestia themi, jo se ka të ditë dhe ka të mençur ende, po alhamdulillah që ka. Por për atë vend që largohet një i ditur dhe Allahu azza wa jalla nuk e shkatron popullin, nuk bëhet populli lanet, përdesë në mesin e tyre
ka njerëz të ditur. Njerëz të ditur I largojnë lanet lëkun e Allahut Azza wa Jall. Në momentin që populli bëhet lanet, largohet nga ligji I Zotit dhe libri I Zotit, Allahu I ngrit ulemat. Sepse ai çka punon për din Zotit, ai harxhohet. Ai harxhohet sikur drita e qeriu, I bën dritë të tjerëve, ama e harxhon një ditë ai do të vdesë. Për atë hoxha apo ulema dietar bëjnë dritë për të tjerët, që të ndezën një qiri tjetër, të mbetet një qiri tjetër I cili do ta zëvendëson dhe do ta vazhdon në rrugtimin e tij që kërkon Allahu Azza wa Jall. Pastaj ka thonë bëhu si trëndafiri I cili ka për erë për veti dhe I bën të tjerëve me erë. Sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shoku I mirë dhe shoku I keq është sikur shoku I cili hin, shoku I mirë sikur parfumgjiu futesh tek parfumat kur shesin, futesh brenda edhe mos me blen kënaqesh tu shiku, tu ndi erë. Sepse me ndet të ata me erë të mirë, mos mush me ble s'ki kushte për ble, s'mush më konë si ai bërëm merë pak erë. Ndërsa ai çka është njeriu me karakter të keq, ka thonë është sigur farkatari. Ai sigur çka punon me zift, vesh me hijen këpus t'i bën me njëherë. Me prej diçka mos e zit bash, sepse ajo është e dëmshme, pse shoku I keq të bën shenja ty, t'len shenja. Për atë pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë një njeri I cili din të mendon dhe ta zgjedhë shokun e mirë. Qet shoku imanli, qet shoku I devotshëm, qet shoku musliman. Sepse shoku I musliman asnjëherë nuk e kundërshton fjalën e Zotit. Asnjëherë nuk dyshon në ligjet e Zotit. Asnjëherë nuk thot nuk duhet mu punu për din të Zotit. Asnjëherë nuk thot nuk duhet punojmë për një aktivitet konkret. Sepse ai e don dhe dëshiron të jetë dritë për Allahun Azza wa Jall. Pse? Sepse një pjesë e madhe e njerëzve, kur bëhet ideja për të bërë një punë të madhe, ndalë dhe thot nuk kemi mundësi të bëjmë. Pse s'kemi mundësi me bëjmë? Pse parashtoj pyetjen tonë, pse s'kemi mundësi ta bësh? Nëse kërkohet blehet xhamia, pse s'kena mundësi për ta blerë xhamia? Pse shti hutin popull? Nuk ke të drejtë me shti hutin popull. Sepse ti duhesh me ditë se je I mirë nëse rri në mesin e njerëzve, parfumave, trëndafilave, po nëse ti je ai çka I prish trëndafilet, I thën trëndafilet, atëherë ti largohu më mirë. Edhe nëse nuk ke mundësi të kontribuosh, mundësia jote vetëm është të bësh dua, që Zoti t'ja mundsojë njerëzve që të bëjnë. Sepse ka thënë pejgamberi alayhis salam për në fillim hadithin e pejgamberit, bëhu I ditur, kun aliman, au muta'alliman, apo nxënës, au mustami'an, apo bëhu dëgjues, wala takun rabi'an fatuhlak fi. Mos u bëni katërti. Cila është I katërti? Shka I shkatron projektet e Islamit. Njeriu projektet e Islamit asnjëri prej neve nuk I shkatron vllazni për me qëllim. Krejt I bën nga padituria dhe pa informimi. I bën duke mos e përkrah, sepse ignoranca është o vëllezër, kur bën njeriu një punë të ndershme dhe nuk përkrahet është ignorancë. Me ndejt në një mes ku t'jipet se vaj për të bë dhe nuk e bën, është ignorancë. Dhe ti mundesh me thonë, unë I fali, unë hi në qabe, që sa me I drejt. Ti je ignorant, u vëllai. Ti je ignorant. Ti nuk e I ditur, ti je musliman ignorant. Allahu nuk I do njerëzit musliman me ignorancë të tillë. Allahu ndryshon gjendjen. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit përderisa ata nuk fillojnë të mendojnë ndryshe. Ne them sistemet e Maqedonisë, Kosovë, Shqipëri, Lëndë, sistemi I shkollimit ka qenë që ai të bëhet imitues. Shkollimi Islamit nuk është imitues o vëllezër. Shkollimi ne në Islam nuk I mësojmë njerëzit ne të bëjmë imitues. Ne duhet të jemi prodhues. Ne duhet të jemi prodhues I gjëratave të ardhshme. Ne duhet të krijojmë. Ne nuk duhet të jemi ata që vetëm se rrim shkele shko, I kalojmë ditët dhe I vdesim ditët. Mjaft më. Kalimi I ditëve 20 vite është ignorancë. Kemi mbajt xhamin. Çka ke mbajt xhamin ti 20 vite? Çka ke mbajt? S'ke mbajt asgjë. Kjo është kohë e kaluar me ignorancës. Edhe koha e Medinës dhe Mekës, periudha Mekës dhe Medinës është koha e Mekës, 13 vite, 10 vite pejgamberi alayhis salam në Medinë dhe 13 Mekë,
ndeti po quhet periudha e ignorancës në Mekë. Doli periudhën medinase, postmoderne, doli dhe kapitulloi ignoranca. Wa qul ja'al haq wa zahaqa al-batil. Do të me ditë një herë. Erdhe vërteta, kuptonë një herë për gjithmonë se me islam kuptohet, largohet, ngjohet, zgjerohet zemra. Me jo islam, pa namaz, ngushtohet zemra. Pra namazi njerëzit janë gjallë zemrën. Dhikri Allahut janë gjallë zemrën. Mjaft më në ignorancë. Ignoranca është kapitullim i të vërtetës, vdekje e shoqërisë dhe ambientit. Ne duke menduar të vrapojmë mas çdo sendi çka është vetëm se dunja e mos vrapojmë mas ahiretit, kemi ardhur aty ku jemi. Dhe themi me njëherë ndalemi edhe vetvetes i thom top për një vetvet çdo njëri prej neve që të qëndrojmë 20 vite në gurbet dhe mos lëmë shenjë të gurbetit. Të qëndrosh 20 vite në gurbet mos ke shtëpi, minimum një shtëpi ta ndërtosh. Kjo shtëpi në vendingje apo të investosh diku. Të qëndrosh 20 vite dhe ti humbsh këtë parë si pluhur me dal edhe mos më pas rezultat. Mbjellni o vëllezër, mbjellni bereqetin e ahiretit. Mbjellni, shkolloni fëmijët e juaj. Shkollohuni edhe vetë. Përmenda Ibn Mubareku a thënë nëse më vjen vdekje me laçë vdekjes ka arti krije po ta merr shpirtin, çfarë punë kish me më porositja e Ibn Mubarek, ka thonë, do ta kisha kërku diturinë. Sepse te Zoti me dituri do të jesh më i ditur dhe më i fitimtar se jo me të pa dituri. An-nadhar ila wajh al-alim, ka thonë ibade, me shikuan hoxhën apo me shikuan dietarin apo mësuesin ton në shkollë, apo aplaku me shikuan fytyrë kur flet, apo prindin ton me shikuan fytyrë kur flet, është nder dhe ibadet. Sepse shikon të diçka. Çdo herë kur tresh me babën tënd, apo ke ndet me babën tënd, apo ke ndet me hoxhën tënd, apo ke ndet me një shka është më i ditur se ti, gjithmonë ke pas dobi për ti. Ti mësu diçka. Pastaj ka thonë naum al-alim al-ibada wa nafsuhi tasbih. Ka thonë edhe me këtë pa mbaroj. Gjumi i hoxhës apo i dietarëve, apo i mësuesit shkollës fillore, apo arsimtarit, apo diplomatit, apo udhëhecit është ibadet, sepse edhe ai në gjumë planifikon shka me po. Populli në gjumë kur fleje, thot unë 8 orë kam punu, unë e kam hek, sklopkën e kam hek, siguresën dhe mu se më intereson asgjë. Bashkë dëshiroj të pyes dhe njëherë. A i kujtohet dhe njëri me pyet për xhami, jashtë antarësisë që ka obligim. Si është gjendja e xhamisë? A i shkon menja dhe njëherë kur bini me flet, apo para se ta falni namazin yatsis të shtëpia, me bot dua thot, o Zot, ndihmoj këtë xhami apo këtë popull. A bëni dua vëllezër? Çdo njeri ndoshta në vetën tonë e din të hakun, por para sy faqeve para qerë të themi pa do të bëjmë. Kisha pas dëshirë prej umetit tem, si thot pejgamberi islam, kishim prej tyre që ka bëjnë dua natën kur të qerët flejnë, apo kur flejnë bëjnë dua për umetin, o Zot, ndihmoj këtë popull se unë jam pjesë e këtij popullit. Bë dua për umetin, fiton edhe ti o vëlla vjen. Sepse po bone për umetin, ti je pjesë e umetit. Po humbëm krejt. Po fitum krejt. Allahu Azza wa Jalla na i shtof bereqetin. Na i rujt rinin ton. Na i përmirësoj gjendjen e umetit në përgjithësi. Ta përmirësojmë vëllezër gjendjen ton në çfarë do forme qoftë. Çdo njeri le të mundohet me diturinë që e ka. Të punon atë sa ka mundësi me punu. Po fundit, ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse s'ke mundësi të punosh, sepse s'ke buxhut forcë, s'ke para për investu, atëherë bën vetë dua. Dua bën. Dua jote është ndoshta më e fortë se sa puna e ime dhe jote. Duaja çdo njeri prej neve do të ketë bereqet e Zotit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.